duhet të hjeken. Nga se Kosova ka nevojë për që ta zgjeroj edhe bashkëpunimin, edhe procesin e njojeve. Sepse Emiratet kanë njohë Kosovën ndër vendet e para. Po tash, te kjo çështja e njohjeve, a është koha momentumi që Kosova të kërkoj njohje nga Palestina në këtë rast? Apo ka problemet e veta që s'mund shpijen tek këto bisedime në këtë fazë? Thom drejten përfaqësuesit palestinës, sidomos ata të Fatahut, kanë një lloj simpatie në atë konceptin e vendeve të painkuadruara qysh nga lëvizja e OQP-s, sepse edhe ish lideri Jugoslav në atë kohë Tito ju ka dhënë një lloj mbështetje me qëllime dhe përfitime, dhe në këtë drejtim ka kuadrat e tyre si ambasadori atje në Beograd, i cili realisht as nuk është... Në vazhdimësisht shuhet raporti mirë me Serbinë dhe diskursi kundër kanë shfrytzuar rastin, kanë shfrytzuar rastin. Për shembull, ndoshta ambasadori palestinës, Shqipëria ka njohur, qysh më herët, në kohën e komunizmit ka njohur shtetin e Palestinës. Por nuk do thotë që një individ, nga se mendoj populli palestinez nuk ka diçka kundër Kosovës. Por qeveria ose përfaqësues të qeverisë ose të deleguar tyne ambasador në vendet e jashtme, këtë rast që është rastin e Serbi, ata mund të jenë njerëz që mund të joshen me gjëra të ndryshme edhe nga vendi pric. Dhe kjo mendoj që a do njihet Palestina do ta njeh Kosovën, besoj është një proces pak më i komplikuar. Më i komplikuar. Besoj sepse ajo duhet të ndodhë ashta në mënyrë dyanshme. Për momentin ashta nuk e shoh, mund të them drejtën, shumë ndoshta aq të rëndësishëm njohjen e Palestinës ose mund të them e kundërta, sepse ne duhet përcjellëm pak a shumë të drejtën hapin e perëndimorëve. Me që se perëndimorët ashtë mund të them të Evropës perëndimore kanë filluar atë valën e tyre të njohje. Përcjellim Shëban në përcjellim Shëban në këtë rast. Dhe kjo nuk e mendoj që Kosova ndoshta nuk e kishte bërë atë gjest, por pa koordinimin dhe pa njohjen e Shëbave, pa vendosur kështu Amerika që mund të ndodhë ky akt. Dy lider të Kosovës janë në New York të Shtetet Bashkuara të Amerikës në javën e nivelit të lartë në kuadër të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Është folur shumë, një takim, një mbledhje